Është dita e Dardanëve. Vetëm një pikë i duhet kombëtarës së Kosovës në futboll për të siguruar fazën e play-offit të kampionatit botror 2026. Dardanët do të provojnë të bëjnë hapin e parë sonte në ndeshjen kundër Slovenisë, sfidë e cila do të zhvillohet në Ljubljanë, pra në kryeqytetin e këtij shteti. Një pikë është e mjaftueshme për siguruar play-offin, por siç dihet, Dardanët kanë apetite edhe më të mëdha. Ata, në rast të fitores, dhe ndërkohë nëse Suedia mposhtë Zvicrën në ndeshjen që do të zhvillohet në të njëjtën kohë, atëherë mbetet e hapur sfida që në ndeshjen e 18 nëntorit në Fadil Vokri, Kosova dhe Zvicra të luftojnë kokë me kokë për vendin e parë në grup, që rrjedhimisht do të siguronte kualifikimin direkt në kampionatin botror të vitit të ardhshëm. Skuadra është në formë të jashtëzakonshme. Optimizmi është i madh dhe dyert për të arritur këtë objektiv për momentin janë krejtësisht të hapura. Ndërkohë ne do të shohim nëse edhe qytetarët janë shpresë plot që Kosova mund ta bëjë këtë arritje historike. Gjithsesi, kur kanë nxjerrë për ekipe më të forta, për Slovenisë, nuk ka ne farë probleme. Pa kujdes me pas, po ka me kalu shumë. Normal, historike, jashtëzakonshme. Edhe gjasa ti ka edhe në botror, veç duhet pak të vëmendshëm. Mundet me ndodhë me 2-0 për Kosovën. Po, vitan, qash di me thonë, edhe po pretë që po, ja 2-0 dy një me abo. Kjo këme e konë ma shumë se këme di qak, kjo këme e konë lajmë ma i mirë që mune me një në ajere. Tash, edhe në të vetë, që jena në atë kaltë mas futbolit edhe tu e di që tranum se me abgull Qipnia se na Kosova, e që shallat edhe të kualifikohem, so ma nash, edhe në Zhegrovë. Se edhe që ka shkuaj një Juventus, e di që mune nash ta mjep na 2-3 gole. Po nëse bazohemi në formën e mirë që kanë futbollistët e përfaqësuesës tonë, kombëtare, shqiptare të Kosovës, atëherë jam shumë optimist që nga Slovenia Kosova do të kthehet s'pako me një pikë, po megjithatë unë shpresoj dhe besoj që do të arrijmë një fitore të plotë. Pastaj do të jetë kjo një uvertyrë e madhe e suksesshme në prag të ndeshjes tjetër që e quaj finale para finales me Zvicrën që do të zhvillohet në Prishtinë.